Përshëndetje Keti, atëherë është proceduar tashmë procedimi penal nga Prokuroria e Tiranës, e cila mori le të themi shkas pas hetimeve që ka nisur në Itali? Jo, duhet të saktësuar në Ertil që Prokuroria e Tiranës pas referimit që është bërë nga policia pasi çdo ngjarje mortore që ndodh nëpër spitale referohet nga policia në Prokurorinë e Tiranës dhe duhet theksuar që regjistrimi i procedimit dhe hetimet ka nisur që në momentin që në 22 dhjetor kur ka ndodhur ngjarja, janë duke u kryer verifikime pra nga ana e Prokurorisë së Tiranës, është prokurori i çështjes i cili në fakt ka urdhëruar edhe kryerjen e ekspertizave, ka kryer dhe në fakt dhe sekuestrimin e të gjithë materialit të dokumentar, çka do të thotë kartelat mjekësore në spitalin Përkatës ku ka shkuar fillimisht biznesmeni dhe më pas dhe në QSUT ku ai është dërguar prej tyre. Pra janë duke u kryer veprimet, në fakt nuk ka ende një rezultat nga autopsia, e kërkuar edhe nga Prokuroria e Tiranës është Instituti i Mjekësisë Ligjore në fakt që po kryen pritet të dërgoj prokurorisë edhe rezultatin e autopsisë në mënyrë që të ketë të paktën një panoramë më të gjerë se çfarë ka ndodhur me biznesmenin i cili është operuar në një spital privat dhe më pas është dërguar në QSUT nga spitali privat dhe atje ka humbur jetën. Paralelisht është edhe një hetim në Itali, por Prokuroria e Tiranës deri në këtë moment nuk ka lidhje, të paktën ajo që kemi marrë informacion, nuk ka lidhje ose nuk i është kërkuar një ndihmë nga Prokuroria Italiane, por po kryen veprimet, nëse do të ketë një kërkesë nga natyre, procedohet me anë të letër porosive, siç është edhe rasti ku media italiane ka shkruar në lidhje me mungesën e organeve që ndodhen në Shqipëri dhe që janë dashur prokurorisë ose hetuesve por të kryer dhe autopsinë dhe për të dalë me një rezultat konkret. Pra, ajo që kemi mësuar është fakti që familjarët e biznesmenit janë interesuar edhe në prokurorinë shqiptare, pra në Prokurorinë e Tiranës, duke dërguar një përfaqësues të tyre në lidhje me rezultatin e hetimeve. Pra janë dy hetime paralelisht që po kryhen si në Shqipëri, por dhe në Itali, ku është bërë dhe një kallëzim nga familjarët e biznesmenit që ka humbur jetën në një spital privat, pas një ndërhyrje që ka bërë në një spital privat në Shqipëri. Ndërkohë, prokuroria ka nisur nga ana tjetër për shembull të shkojë edhe tek spitali privat për të marrë gjitha kartelat, gjithë procedurën që është ndjekur? E theksova, janë sekuestruar të gjitha kartelat dhe ka nisur marrja në pyetje. Por krahas tyre prokuroria është në pritje të përgjigjeve të autopsisë për të përcaktuar shkakun e vërtet nga se ka ndodhur kjo ngjarje në datën 22 dhjetor. Pra, është autopsia ajo që do të përcaktoj shkakun e vdekjes dhe më pas do të vijohet me marrjen në pyetje të personave përgjegjës. Por, sa i takon kartelave mjekësore dhe të gjitha të dhënave të tjera dokumentare janë sekuestruar dhe ndodhen në Prokurorinë e Tiranës, e cila në fakt është duke u hetuar këtë ngjarje.